Krijimi një zone ekonomike në Bojskë, funksionalizimi i parkut të biznesit, zhvillimi i bujqësisë agroturizmit. Do t'i subvencionojmë fëmijët me nevoja të veçanta, me autizëm dhe fëmijët e prindërve me asistencë sociale. Programi i qeverisë bazohet në disa shtylla qeverise. Të parën e kemi qitë transparencën dhe llogaridhënien, marrë parasysh se jemi komuna që kemi dalë komuna më transparente me 94 pikë një vjet dhe 2 vite me nga 100 pikë, ku do të bashkëpunojmë me shoqërinë civile, me qytetarët, çdo gjë do ta bëjmë transparente, po ashtu edhe me mediat. Shtylla tjetër është zhvillimi ekonomik dhe punësimi, një partner i fortë me diasporën, krijimi një zone ekonomike në Bojskë, funksionalizimi i parkut të biznesit, zhvillimi i bujqësisë agroturizmit, grante komunale për biznese fillestare deri në 10.000 euro. Shtyllën e tretë kemi arsimin, duke filluar nga arsimi parafillor, parashkollor deri te shkollat e mesme të larta dhe shkollat profesionale. Deri me tani kemi arrit me digitalizue dikun 50% të shkollave me tabelat e mençura, laptop, projektor. Do t'i subvencionojmë fëmijët me nevoja të veçanta, me autizëm dhe fëmijët e prindërve me asistencë sociale, do t'i subvencionojmë edhe në qerdhe private, do të ndërtojmë qerdhën e për disa fshatra. Sa i përket gjimnazit, do t'i përgatisim të rinjt maturantët për regjistrim në fakultet, ndërkaq të shkollat profesionale veç e kemi fillu mësimin dual dhe do ta përforcojmë, do me thonë përgatitja e trive në vendin e punës. Mandatin që lami kemi subvencionu 33-at për bursa studimi në vlerë prej afër 700.000 euro, këtë vlerë do të arrisim në 1 milion euro, ku do të përfitojnë bursa studimi studentët që studiojnë brenda dhe jashtë vendi, po ashtu edhe trajnimet e ndryshme profesionale, shkallësitë e buta, kurse në teknologjitë informimit, komunikimit, programim inteligjencë artificiale.